besoj që është argument shumë i vogël. Ju e barazoni lasivitan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qeverinë amerikane. Këtë jemi duke diskutuar në këtu, që duhet të ndajmë më një. Ai është një nga njerëzit më të parancishëm në Amerikë. Mund të jetë i rëndësishëm në Amerikë. Jo, më i parancishëm në botë dhe në Amerikë dhe gjithani. Ai s'ka pas as i kontribut për zgjedhjen e Trumpit, është një nga njerëzit më të aftë. Puna është një nga njerëzit i cili është pa shkollë, është kapte dosja 184-339 përgjime, është një nga njerëzit i cili dosjeve se zgjidhni mirë me ato dosje se me prokurori e dini atë historinë e prokurorit aty në dosje. Bashkëvujtës me Erion Velin, ky është Krista Civita. Zotri, kemi parasysh një gjë. Ka vujt me Samir Tahirin, me Erion Velin, janë shok burgu me Ajçi Republikën e Shqipërisë votohet për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Nuk votojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I keni krejt njerëzit në burg. Sepse pavarësisht faktit, nëse është Berisha, nëse është Rama, nëse është Partia Socialiste, nëse është Partia Demokratike apo kurdo tjetër, populli shqiptar dihet është i pozicionuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pro tyre, se të Shtetet e Bashkuara kanë treguar në histori, se sa të rëndësishme kanë qenë për ne. Pra nuk ka të bëj fakti se çfarë përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me ne. Po flasim për zgjedhjet e 11 majit. Në zgjedhjet e 11 majit votohet Berisha, Rama, tjetri, Partia Socialiste, Partia Demokratike. Jemi ne këtu që dalim në fushat dhe i kemi në 11 maj ato zgjedhje. Po pra ta largojmë këtë, po ashtu të them që ti i bën punë vetëm si kanalë dhe të tjerë. Nëse nuk e doni, po i themi të largohet. Por nes na prish po fare si me të si patente do t'ju mundim gjithsesi. Nuk na prish në një gjë. Po mos e fryni kaq shumë sikur prezenca e tij është prezenca reale e tij. Biles po thuhet shumë pak. Prezenca e tij është mbështetja që ju jep Shqipëri, ta them me sinqeritetin më të madh. Unë nuk e kam besuar që ai do vitë në Shqipëri. Ai sa një fund politik. Ai është ky. Për këtë është Latifi. Po mirë pra për mua. Ore, se edhe Trump është autoritar dhe turpi qytetërimit për këta. Trump është turpi qytetërimit për ju, apo jo? Po është presidenti i Amerikës. Ky është problemi, bro. Çfarë bëjmë ne tani? Edhe fitoi se votun amerikanët. Dhe kur ti je presidenti i Amerikës, je presidenti i botës.